Koha për një Shqipëri të fortë dhe të bashkuar, më shumë se një amanet kombëtar. Një kombë që nuk përgatitet për mbrojtje, për zhvillim dhe për dinjitet, është një kombë që rrezikon të bëhet histori. Shqipëria dhe Kosova, më shumë se kur, kanë nevojë të rrisin kapacitetet ushtarake, të forcojnë rezervistët, të armatosin policinë dhe të modernizojnë çdo hallk të sigurisë kombëtare. Sepse historia jonë nuk është shkruar me butësi, por me sakrifica, me luftëra për ekzistencë dhe me qindra mijëra dëshmorë që lanë jetën për të mos u zhdukur gjuha, flamuri dhe emri shqiptar. Një vit I mjaftoi Mustafa Krujës për të treguar se çfarë do të thotë ta marrësh seriozisht mbrojtjen e trojeve. Jo në kuptimin e urrejtjes, por në kuptimin e qartë dhe të pakompromis të mbrojtjes së atë dheu. Historia e shqiptarëve është e mbushur me udhëheqës që e pan qartë armikun dhe vepruan me vendosmëri. E nuk është e turpshme të kujtosh këto momente me krenari, përkundrazi, është e domosdoshme që të mos harrojmë kush jemi dhe çfarë kemi përballuar. Nuk është çështje nostalgjie për territore të humbura, por e drejtë historike dhe njerëzore të kërkojmë atë që na përket. Derisa armiku shekullor të heqë syt nga Nishi, nga Presheva, Bujanoci e Medvegja, nga Tetova, Gostivari, Kërçova e Struga, nga Ulqini, Plava e Gucia, nga Tuzi dhe Malësia e Madhe, nga Çameria, Arta dhe Janina. Nuk kemi të drejtë të rrim në heshtje. Heshtja jonë është fyrje për të kaluarën dhe tradhti për të ardhmen. Koha është tani që t'i themi botës, ne nuk kërkojmë mëshirë, por drejtësi. Ne nuk kërcënojmë, por nuk pranojmë më të nëpërkëmbemi. Çdo shqiptar duhet të jetë një ushtar në zemër dhe një ambasador në mendje për ta ruajtur këtë kombë të gjallë, të fuqishëm, të bashkuar. Nuk kërkojmë luftë, por jemi gati për çdo përballje. Sepse pa përgatitje, pa ushtri, pa vetdije kombëtare, edhe paqja është iluzion. Prandaj, një investim I menjëhershëm në mbrojtjen kombëtare, në rezervat strategjike dhe në edukimin patriotik është jo vetëm I nevojshëm, por urgjent. Le të jemi brezi I fundit që flet për tokat tona të humbura, dhe brezi I parë që lë një Shqipëri të vetme, të bashkuar në shpirt, në kulturë dhe në qëndres. Një Shqipëri ku fëmijët tanë të mos mësojnë më për coptim e padrejtësi, por për bashkim dhe krenari. Kjo është detyra jonë. Ky është borxhi që u kemi të rënëve dhe përgjegjësia që kemi për ata që do të vinë.